Përshëndetje të nderuar teleshikues të Reporteve, mirë se vini në Frontline Interview, si çdo të marrë dhe të mërkurë në orën 15:30 në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapançën dhe çdo të njëjtën në orën 21:00 me debatin dhe aktualitetin politik të javës. Ndërsa politika bën shumë zhurmë në dyert e SPAK-ut, duket që SPAK-u në heshtje ka vijuar punën me goditjen e grupeve kriminale. Skaj ECC ka qenë ajo çfarë në fakt ka tradhtuar grupin kriminal të familjes Rahja, ku ka pasur një aksion me plot 14 masa sigurie të ekzekutuar për gjatë ditës së sotme. 7 prej tyre janë në arrest, ndërkohë 4 të tjerë janë ende në kërkim. Grupi i strukturuar kriminal Rahja për gjithë publikun e sjellin në vëmendje një prej të arrestuarve është në fakt edhe djali i deputetit të Partisë Socialiste, Raman Rahja, i njohur në fakt për backgroundin politik të tij edhe për shkak të marrëdhënieve familjare, pra në grupin parlamentar të Partisë Socialiste të një mandati më parë, ndërkohë po ashtu edhe Recep Raja njihet në fakt edhe për skendime të tjera, qoftë ajo edhe për goditjen apo sherrin masiv që ndodhi me shkopat e bejsbollit në 2023-shin, apo një nga historitë e famshme, le të themi, të përndjekjes me ish të dashurën Gjisiela. Por të gjitha këto do të kemi mundësi të diskutojmë se si në fakt ky aksion i SPAK-ut është zhvilluar dhe se çfarë do të thotë kjo për goditjen e grupeve kriminale. Diskutojmë dhe kemi kënaqësinë të kemi një komunikim online, pikërisht ekspertin kriminalistik, Fation Softën. Faleminderit zoti Softa, mirë se vjen në Frontline. Përshëndetje, faleminderit. Ekspert sigurie që thjesht për ta korrigjuar. Okej. Mirë, është në fakt një nga aksionet që vjen me heshtje të SPAK-ut, jo me atë zhurmën e gjithmonshme, por që ka goditje të një grupi të strukturuar kriminal, por në anën tjetër edhe për trafikim të lëndëve narkotike. Ishin akuzat të cilat rëndojnë për një trafikim të lëndëve narkotike nga Shqipëria në Maltezi, Turqi, Gjermani e mëtej edhe në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Çfarë do thotë kjo goditje rradhës së SPAK-ut për këtë grup kriminal, sidomos në një zonë të tillë si Nikla dhe Fushkruja, apo Kruja? Është një nga operacionet e strukturës posaçme, e cila nuk është rastësore, por si rrëdhoi një punë gjatë ku ka ardhur nga zbërthimi i aplikacioneve Sky dhe EncroChat, të cilët vinë dhe janë vënë në dispozicion prej kohësh nga struktura të tjera homologe dhe mbas një lloj hetimi apo gëshetimi apo ndërthurje të informacione të marra nga EncroChat dhe materiale apo informacione nga terreni, është bërë mundur të goditet ky grup prej disa personash, përfshirë dhe 4 të tjerë të cilët janë sot janë në kërkim, pikërisht në një nga zonat më problematike ku her pas here ne kemi diskutuar për zonën e Fushkrujës. Fushkruja, Fushkuqja, gjitha këto zona kanë qenë zona të cilët kanë qenë her pas here goditje të grupeve dhe aktiviteteve të kriminale, zona ku janë strehuar mjetet e vjetura, makinat me targa të modifikuara, zonë ku ka pasur armatim dhe zona më e nxehtë, ndër zonat më të nxehta për shkak të afërsisë me aeroportin, afërsisë me portin e Durrësit, po dhe si një rrugë kalim, po dhe një nga zonat po e quajmë që ka kodin e heshtjes, sepse në shumicën e rasteve nuk kemi pasur informacione ose mbështetje nga qytetarët, por kanë qenë pikërisht strukturat, SPAK-u kryesisht në veçanti, që ka bërë këto goditje të anës financiare, po dhe të anës organizimit tyre. Ky grup i cili sot goditet nga kjo strukturë, nga një kontroll i bërë në 10 banesa, ku ka të raportuar një armëzjarri, municioni, një vlerë monetare për 400 sa mijë euro, vlerë në lek, rreth 1 milion lek në mos gaboj, dhe 2 armë gjau, të cilët janë sekuestruar në cilësinë e provës. Një lek diploma, automjete, ora Rolex e tjerë, dhe janë disa të cilët kanë pasur mundësi në me të këtij kontrolli të kenë të sekuestrojnë. Por jo vetëm kjo. Ka qenë një nga grupet të cilën edhe policia ka pasur shumë të vështirë, kujtojmë ato që ju e thatë në momentin e parë, që për shkak të mbiemrit dhe për shkak të aktivitetit të tyre politik, pra jo vetëm thjesht një ish deputeti, por të një familje e cila ka pasur peshë në mbështetje të partisë pushtet apo të strukturave të pushtetit, dhe si rrëdhoi kjo ka sjell edhe shpërbërjen e komisariatit të Fushkrujës në atë kohë, ku u shkarkuet gjithë zinxhiri. Për shkak të reagimit bënuar, për shkak të presionit që vetë forca politike apo pesha politike që ato kanë pasur,
ato pamjet filmike që ne kemi parë si qytetarë, por dhe qytetarët kanë parë, kur një familje ankohej për shkak të shpërblimit pa kriter të një kuroreje, dhe ankoheshin për jo vetëm për shqetësimin, por edhe për shëmbjen e banesës apo tronditjes të themeleve të banesës tyre. Dhe ata u ranë në mënyrë barbare nëpërmjet shkovave të bejsbollit. Në pamje filmike ne kemi parë një pistolet, të cilën nuk e di ka pasur ekspertizë e nxorrin pistolet apo jo pistolet, por dënimi i atij personi të akuzuar sot dhe të arrestuar sot u dënua në 2018 me 3 muaj heqje lirie, pastaj u lirua mbas 3 muajsh dhe u lirua me kusht. Pra edhe presioni. Zoti Softa, e ka pasur në fakt vështirë SPAK-u të shkojë përveç asaj që ju e cilësuat që prej fillimit, asaj pjesës zbërthimit të SKCC-s, por duke pasur të gjithë këta elemente të kaluare me precedent të tjerë të paktën në Recep Rajës, e ka pasur vështirë SPAK-u të shkojë tek familja Raja? Shikoj, nuk ka vështirësi SPAK-u si strukturë, sepse ka treguar që ka një pavarësi dhe hetimi vjen i thelluar. Pra nuk mund të vijë një informacion dhe të bëjmë një kontroll dhe të bëjmë disa arrestime, por vjen si rrethoj e një informacion e një zbërtimi të një aplikacioni dhe bashkëpunim me homologët e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, ku gjurmët, aktivitetet dhe ato çfarë ende nuk janë të gjitha publike vijnë si rrethoj e aktivitetet të bëra jo vetëm brenda territorit, por edhe jashtë territoreve të tjera. Lëndë narkotike, trafikimi, përdorime të formave të tjera. Dhe në këtë rast kujtojmë edhe një rast kur një oficer është larguar, ka kërkuar shtrim politik, sepse është kërcënuar me armë, sipas pretendimeve të tij, nga i arrestuar i Stodën, oficeri Nuhu, për shkak të presionit që u bë nën kërcënim me armë për ta mbyllur atë dosje hetimore që kishte ndaj tij dhe ndaj këtij aktiviteti. Sigurisht që ai person nuk e mori mbështetjen e strukturave shtetërore, nuk e mori mbështetjen e shtetit shqiptar, me sa duket presioni dhe pamundësia për të jetuar në këtë territor shkojnë në territoret huaja ku ka kërkuar dhe ka fituar një azil politik. Sot jemi në një situatë ku këto probleme sot janë madhore, madje edhe ajo që ju thot dhuna që ushtroi ndaj të dashurës ka qenë një protestë e një strukture politike, po dhe një grupi social të cilët ishin mbështetjet dhe mbrojtjet e asaj vajzës, Gjensiles në mos gaboj, dhe pastaj ka pritur këtë çështje mbyllet dhe ajo del dhe kërkon dhe bën ndryshim të akuzës duke thënë që të gjithë e bëra nga xhelozia. Mbyllja e këtij presioni ndaj asaj vajzës, largimi i oficerit policisë, dënimet minimale, mos reagim ndaj kësaj strukture, struktura policore shkarkohet, dhe sot kemi këtë strukturë të SPAK-ut e cila bën goditjen, po them vetëm arrestimi, sepse do të kemi patjetër aktivitete të cilat ato janë të përfshirë. Paka shumë, çfarë mund të rrezikojë Recep Raja në ato paktën akuzat që janë bërë publike edhe nga dokumentacioni zyrtar që shpalli SPAK-u për trafikim të lëndëve narkotike dhe nga ana tjetër edhe për grup të strukturuar kriminal. Janë të dyja akuzat kryesore. Akuzat mund të shtohen, siç ka ndodhur që sa herë që kemi pasur arrestime, gjatë rrugës shtohen akuzat. Kështu që do të shikojmë për mbledhjen e akuzave dhe sa do të jetë dhe sa do të kërkojë. Por mendoj që përveç arrestimit, çështja nuk është e mbyllur, vazhdon të kemi hetim, kemi vetëm akuza të ngritura nga struktura posaçme, por akuza që mund të shtohen, sepse do të vinë dhe materiale të tjera nga vendet fqi, për shkak të aktivitetit të tyre në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht edhe në Itali. E qartë, dhe duke qenë se gjithmonë SPAK-un kryesisht paktën në ngjarjet e fundit e kemi fokusuar tek politika apo tek korrupsioni, duket që lidhjet politike atje pavarësisht kaheve të ndryshme i kanë çuar shumë zyrtar, zoti Softa, në dyert e SPAK-ut apo mëtej edhe për të qenë të pandehur, por tek krimi organizuar, që është le të themi nga episodet më të rrezikshme, që nuk flasin vetëm për korrupsion apo para të taksapaguesve shqiptar, por që mund të marrin edhe jetë, që mund të ketë plagosje e të tjera akte si këto. Sa realisht e ka shuar këtë lloj pengese SPAK-u për të mos pasur asnjë barrierë dhe për të qenë drejt për drejt në krye të këtyre aksioneve? Lidhjet politike janë shuar, janë fshirë apo jo? Shikoj, nuk mund të them që janë fshirë lidhjet politike, po sigurisht që ato kanë marrë një goditje për faktin që edhe në strukturat e pushtetit lokal kemi goditur
të kryetar të bashkive, ish kryetar të bashkive, kemi goditje të politikanëve, por ka lidhje të cilët e mbajnë dhe e fuqizojnë krimin e organizuar, sepse në qytetet kryesore kryesisht, aty ku ka pasur dhe dominancë, edhe nga pikpamja e dyshimit për dozim të votave nga qytetarët, Elbasani për shembull, Fieri, është Durrësi, është zona e Fushkrujës, zona e Shkodrës, të cilët këta ndikime janë të dukshme në leje minerare, në leje të kurorave, në leje të ndërtimit, pra gjitha këta nga shkojnë dhe si funksionon, se nuk është vetëm çështja e aktivitetit që ata kryen, nuk është vetëm hyrja dalje në pikët kufitare, po është dhe ajo vepra penale e pastrimit parave. Dhe veprat e pastrimit parave sigurisht vijnë një njeri që do të marrë një leje për të rregulluar një banesë e ka shumë vështirë për të marrë një leje. Mendon se si është mundësia për të përfituar leje, dhe aq më tepër kur këto leje shkojnë e para në vlera monetare të konsiderueshme dhe e dyta nuk është e thjesht të marrësh një leje, sidomos në planin e rregullimit të territorit, kur vlera e konsideruar, por edhe territoret që ato marrin patjetër që janë të favorizuar edhe të mbështetur nga politika. E qartë. Duke e qëndruar pak tek ngjarja në fakt e sotme Spakut, por duke bërë edhe një lloj analize të asaj çfarë na ka sjell, pikërisht kjo zonë e vështirë apo hotspoti më i madh, sepse ne para pak javësh kishim ngjarjen e Rinas apo jo, dhe ka pasur një tjetër person që ishte ndaluar dje për nëse kishte apo jo djenin lidhje me ngjarjen. Si mund të vjet nën kontroll kjo zonë kaq e nxehtë, sidomos për sa i përket krimit të organizuar, zoti Softa? Është një zonë që nga pikpamja ekonomike është e abandonuar. Njerëz të cilët kanë vështirësi për të jetuar, por është një stre e grupeve kriminale, po dhe e grupeve të atentateve të organizuara. Jo rastësisht një pjesë e madhe e atentateve lidhet me këtë zonë. Rasti i Rinasit, strehimi ishte në atë zonë, djegja automjetit të bëhet aty. Në rastin e vrasjes atentatit në atë zonë, është vrasja e bankierit Santo. Motori që u zhduk, ai motori zi, pikërisht në zonë humbi gjurmët. Kemi atentatin organizuar në mbikalimin e Rinasit. Të Bejlan Martinaj. Kemi atentatin që u bë në Don Bosco, prap automjeti vajti në këtë zonë dhe në këtë drejtim. Një pjesë aksioneve që ka organizuar qoftë dhe nga policia e shtetit, mjetët që janë gjetur kanë qenë targat të makinave të vjedhura, armatim, baza armatimi, baza ndryshme të lëndëve narkotike. Pra të gjitha këto përfshihen në këtë zonë, e cila është Nikla, për shembull, është një zonë prap, duke si një zonë tepër e vështirë qoftë për ta mbajtur në kontroll. Atëherë mënyra më e mirë është që o të zhvillohet nga pikpamja ekonomike kjo zonë, ku njerëzit mund të punësohen, sepse është lënë si një zonë në afërsi të Tiranës, po që është një depo apo një serbator i problematikave të krimit organizuar, të lëndëve narkotike e tjerë, ose duhet një goditje reale, duke hyrë gjithë territorit për kontrollin për armë, sigurisht mbi bazën e informacioneve, sepse të kesh informacion nga qytetarët është shumë e vështirë. Sigurie, sepse zoti Softa, nga çfarë kam parë në gjitha raportimet që bëhen pas atentateve apo pas vrasjeve që lën pas vetëm viktima që numërojnë pafund dhe këtë gjë e bën policia, sepse her pas here nuk ka parandalime, por gjithsesi nuk mund të vëmë një policë për çdo qytetar për ta ruajtur atë. Megjithatë, nga kamerat e sigurisë, asnjë kamerë në rrugët kryesore, le të themi, që të çon nga Tirana drejt Krujës për të pasur një monitorim më të imtësishëm të gjithë kësaj zone, se që këtu mund të nisi apo jo. Po nuk zbriten me këmbë në tokë, nuk e zgjidh me kamerë këtë gjë. Hyrje dalje të rrugëve kryesore të Tiranës patjetër duhet monitorohen për shumë arsye të elementeve të sigurisë, por nuk mund të jenë thjesht vetëm kamerat, se nuk i bie që të ruash çdo centimetër tokë të këtij vendi ta ruash me kamera. Forcojmë institucionet, politika të largohet nga policia, rrite rolin e shërbimit informativ për të marrë më shumë informacione, rrit punësimin duke pasur mundësi të krijosh dhe të kthesh besimin tek qytetarët që ata të bëhen bashkëpunëtorë, sepse ata janë të trembur dhe të frikësuar. Mendoni një oficer policie që po kryen të detyrën e tij dhe i vjet arma për të mbyllur dosjen. Mendoni një qytetar kush do të ketë guximin në atë zonë, të shkojë në komisariat kur gjithë zinxhiri komisariat u shkri, sepse drejtoi dhe komandoi nga këta persona të cilët kishin peshë ekonomike, peshë politike. Por mos më thonë që nuk e dim a kanë ndikuar apo jo për ta emëruar edhe shefin e komisariatit. Çfarë peshë mund të ketë një shef komisariati në një zonë me kaq probleme, kur dhe ai është një qytetar si gjithë të tjerët, pavarësisht nga funksioni dhe detyrat që ka.
Kur ndjet i kërcënuar, shefi i komisariatit dhe punojësi i policisë, si do të ndihet i qetë dhe të jetë bashkëpunues qytetari i atyre zonave. Prandaj këto zona o duhet kenë kreje, o duhet ketë informacione, o duhet ketë një prezencë më të shtuar të policisë, por këto banorë nuk do të jenë të zonës, policia nuk do të jetë të zonës, do të jetë nga qytetet tjera që të kryejnë këto detyra. Sepse ata që janë banorët të ndjehen të sikletosur. Edhe policia të ketë më shumë iniciativa vetë për operacione, zoti Softa, jo vetëm të presim nga aksionet apo operacionet e mdhaja që dirigjohen në një farë mënyre nga SPAK-u, pavarësisht se informacionet mund të kenë qenë nga homologët e tyre ndërkombëtar një kohë më të hershme. Policia i ka gjitha kapacitetet dhe i ka gjitha mundësi ta kryejë detyrën. Dhe të jeni sigurt që brenda 40 tetorëve mund ta bëjë këtë gjë. Problemi shtrohet vetëm sa e lirë është policia përballë presionit. Se është krejt normale që për të bërë një drejtues në një institucion, jo vetëm të policisë, rekomandimi dhe mbështetja vjen nga politika. Nuk mund të bëhesh dot drejtor nëse ti nuk je pjesë e një force politike, nëse ti nuk e dhën kontributin atë forcë. Drejtori i spitalit, drejtori i shkollës, drejtori i policisë, flasim të zonës, duhet të jetë drejtori i ujësjellësit. Ajo që bëj pyetje si qytetare e thjeshtë, zoti Softa, është që pse policia duhet që të gjithmonë të marrë një nismë apo një shtysë nga SPAK-u, është po kjo polici që arriti ti arrestojë këta persona. Pra një grup të strukturuar kriminal, pse duhet gjithmonë nga pas një lëvizje e SPAK-ut? Policia vetë duhet vjet në lëvizje për t'i monitoruar, për të pasur më shumë vëzhgim këta personazhe që dihen, paktën e janë të etiketuar, e njihen në zonë. Shiko, SPAK-u nuk ka ndikim nga politika. Nuk emërohen nga politika. Ka një status veçantë dhe është bërë një investim jashtëzakonshëm. Përveç se mori votat të gjithë krahëve të politikës në momentin e krijimit të saj, edhe mbështetja, edhe financiare, si nga qeveria shqiptare dhe nga Shtetet e Amerikës, dhe trajnimet dhe trajtimi që është bërë ndaj tyre. Përfshirë dhe këtë që kemi tashmë rikonfirmimin e një drejtuesi të strukturës së BK-s, të dyja bashkë janë gjendje të kryejnë këto detyra. Kurse policia e shtetit vazhdon të ketë ndikim. Ministri i Radhës, më thoni sa ministra janë ndruar, sa drejtor përgjithshëm janë ndruar, cili e kreu dhe e mbushi një mandat. Nuk mbushet mandati nga ministrat e brendshëm dhe nuk mbushet mandati nga drejtorët e përgjithshëm të policisë. Erdhi një moment që them bëm një progres dhe drejtori i përgjithshëm zgjidhet me votën, zgjidhet me gar, por duhet të ketë dhe votat në parlament, që të jetë një autoritet, sikurse është prokurori i përgjithshëm, sikurse është avokati i popullit, sikurse janë dhe komisionerët dhe gjithë të tjerët, që të jepet një autoritet edhe më profesional, po dhe një pavarësi politike. Sepse ai, nëse ti nuk e ke mirë me ministrin e brendshëm, o do të iki ministri nëse ke lidhje me kryeministrin, ose do të iki drejtori i përgjithshëm, varet nga fuqia dhe pesha që ka ministri i brendshëm. Prandaj ne këtë duel kemi parë, dhe këtë pamundësi kemi parë. Prandaj deputetët e zonave janë persona të cilët krijojnë trysni dhe krijojnë peshë, po themi, të gjithë strukturat lokale. Dhe pra që kosa nuk e kemi këtë forcë dhe policia nuk e ka këtë pavarësi, po e quajmë nga politika, do të kemi probleme të cilat të ndikojnë. Nuk është se policia nuk ka bërë, përkundër janë edhe punë shumë e mirë bërë dhe nga policia e shtetit. Po unë flas tek personat të cilët kanë ndikim të fortë politik. Tek ata është siklet, nuk është e thjeshtë. Edhe nëse bëni, ja unë ta them, po nuk mund ta vërtetoj, që edhe kur bën një operacion pyesin kush e ka vilën, kush e ka ambientin, pyesin kush është pronari, lidhje ka me politikën, sepse do të ketë një reagim, do të ketë një telefon. Realisht prandaj policinë duhet ta lejmë. Pse bëhen seleksionime nëse... Po ja, në rastin konkret, a kanë pyetur për shembull për vila e kujt është, se ne publikisht e dim që është djali i një është deputeti. Por aksioni është kryer gjithsesi. Shiko, këtu ishte struktura posaçme e policisë së shtetit. Sigurisht që kur të dyja bëhen bashkë, janë më shumë produktive dhe më rezultative. Sepse policia është zbatim të një vendimi gjykate, e cila vjen për të ushtruar kontrollin banesë. Pra nuk vjen me urdhër të policisë, as me urdhër të SPAK-ut, kërkojnë një vendim gjykate dhe vendim gjykate mund të ushtrojnë kontrollin në banesa dhe persona të cilët janë të dyshuar dhe kanë prova dhe indicie, të cilët i jepet e drejta dhe mundësia për të bërë kontrollin në prona, në banesa, në automjete dhe në ndalimin dhe shoqërimin e këtyre personave. Atëherë në këto kushte jemi në kushte të tjera. Por policia kërkon një mbështetje më shumë, një mbështetje logjistike, një mbështetje profesionale, një mbështetje në pagesa. Çfarë pune do të bëjë një punës policie me një pagesë minimale? Se nëse nuk i ka kushtet minimale për të qenë i siguruar dhe i mbrojtur vet, nuk mund të na mbrojë as mua, as juve, as qytetarët e tjerë nëse nuk ndihet i sigurt në rolin e policit.
e gardianit të rendit tonë. Grupet kriminale në gjitha rastet që kemi konstatuar, kanë mjetet shtrenjta, kanë mjete luksi, kanë para kesh nga Toyota Yaris me 3 milion apo me 5 milion euro, tek kontrollet e tyre, sa herë mund të kontrollosh do gjesh gjysmë milion euro, 1 milion euro që janë lekë të xhepit. Dhe një punojës policie, ku në atë zonë shpeshherë janë kërcënuar, vendosjen e dinamitës, sa familje punojësh policie, kemi vendosjen e lëndëve shpërthyese, janë kërcënuar me jetë. Dhe është krejt normale kjo lloj situate që policia, edhe pse është në këto kushte, punët dhe rezultatet e saj kanë qenë kurajuese. Por thash, ka nevojë për një mbështetje më shumë, e parë në anë financiare, e dyta në kompetenca më shumë, jo vetëm ligjore, por në hapësirën që mund të jepet drejtuesve të lartë të policisë së shtetit. Dhe mundësia që lëvizjet e shpeshta nuk i bëjnë mirë dhe vetë policisë, por sigurisht e kontrollet nga qendra ose për shumë agjencia mbikëqyrtëse policore. Dhe ajo do është një levë shumë e rëndësishme për të goditur nëse ka dhe korrupsion brenda strukturës policore. Se jo në pak raste kemi evidentuar që oficerët policie e kanë tradhtuar organizatën, e kanë tradhtuar drejtimin e strukturës policore dhe kanë qenë pjesë. Dhe rastet e fundit të arrestimeve treguan që oficeri i dyshuar i strukturave jo të vogla, po të rëndësishme, sikurse është struktura antiterrorit apo e forcës operacionale, ose oficerët e forcës operacionale, shoqërojnë personazhe të lidhur me krimin ose personazhe të krimit. Rasti i Martinaj apo rasti i fundit në aeroport tregon edhe një herë që kemi dhe inkriminim dhe kjo tregon edhe një herë vështirësitë që ka struktura dhe kupola e policisë për të shkuar deri në fund për zbatimin e detyrave të saj. E qartë, shpresojmë shumë që të ketë një ndërgjegjësim edhe në radhët e policisë, por edhe të politikës së shtetit që patjetër të vëjë sigurinë edhe më shumë mirëqenie për policët, sepse janë ata të cilët përballen çdo ditë fizikisht dhe ballë për ballë me krimin. Zoti Softa, faleminderit për gjitha momentet e opinionit që ndam së bashku. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që qëndruat me ne. Ky ishte Frontline për sot. Deri takimin e radhës nesër në orën 21 deri atëherë nga Marcela Karapanço. Mirupafshim.